Ajo që ti po mundohesh, po më ne, çka unë po e kuptoj, po më thuaj që ndarja Kurti, Gërvalla në njërën anë dhe Osmani në anën tjetër, ka ardhur për shkak të Këshillit të Evropës, i bie për shkak të marrëdhënieve me miqtë ndërkombëtar. Kjo është ideja. Unë po tham atë krisin e parë që e kom pas, se nuk ka pas ndarje mes Albinit edhe Vjosës, se kanë vazhdu komunikimet. Ndarje në bindje, sepse Osmani aso kohë ishte kategorikisht të kalohet manastiri, të kalohen kushtet të cilat... Nga i moment unë mendoj që Zoti Kurti e ka vendos, do të thonë nga 2024 që Vjosa Osmani s'ka me qenë presidente e shtetit, po neve nuk na ka tregu, sepse nashta më na pas tregu na nuk shëm hinë zgjedhje fare, po nuk na ka tregu, edhe popullit nuk i ka tregu, edhe deri në fund janë mundu me fajsu parti tjera, e tash prej një presidente të mirë, mrekullueshme, shpesh e quajnë mbretëresha jonë, arritën në shkallën ku me 5 mars në mëngjes, kur nuk u kandidu Vjosa, bombardu interneti me fake newsa, me montazhat AIS, shoqja Grenellit, Shkina,